Mirë se të gjeta këtu në kuzhinë, në këndin e preferuar të anvisave për të gatuar, shijuar dhe për të ndjerë aromat e mira të gatimit. Le ta prezantojmë recetën tonë të parë. Një byrek ose byreçka të shtrira me dorë. Me dorë, do më thënë që s'kemi për të përdorur... S'kemi nevojë fare për oklai, pec ose hollues të pecëve. Unë kam zënë brumin, sheqer krip, dihet te brumi ku ka sheqeri është kripa. Kam vendosur maja, pra ato që nuk do vendosin maja, le të shtojnë uthull më shumë edhe vaj më pak, dhe i lënë të zhytura në vaj. Normalisht kërkon 5-10 diku në 60 minuta që të aktivizohet majaja kur është e thatë, dhe kur është e njomë do më pak. Por normalisht nuk du ta zëbrum, dhe prandaj kam vendosur me maja të thatë. Këtu kam një vezë që më ka tepruar, që kam njanuar, me të vertën e vezës që unë do të lyej si për byreçkat. Për mësa hedhur këtë pjesë, unë do të shtoj koperin, si kurse dhe qepët e njoma, pra i ekzekutoj dhe i them dhe përbërësit. Pakës fare krip, shumë pak, sepse kam djathin. Këto do përfshien tek brumi, tek mbushja. Pjesa jeshile e qepëve të njoma. Djathi, që është djath nape. Djath nape të cilin mund ta përgatisim edhe në shtëpi. Kemi cilë një metodë, nëse kërkoni tek YouTube i Rezes, si të përgatisni djathin, si të përgatisni kosin e trash, si pritet me thik. Që kemi përgatitur tjetër? Gjizën? Të gjitha, na kanë kilur gjalpi. Gjalpi dhe djathi ka shkavall, po. Mund t'i sjellë në kushtet e shtëpisë, gjithmonë duke mbajtur atë ajkën e qumshtit që zjeni në mënyrë të vazhdueshme dhe më pas ai procesi i lehtë. Këtu shtoj piperin, se do dhe shien. Edhe jam në rregull. Largoj dorezën. Brumin e ke zënë si zakonisht? Ke shtuar ndonjë element tjetër të ri? Po pra, është majaja. Majaja një, tjetër? Në miell shova sheqer dhe maja. Sheqer krip. Ku është në brumra gjithmonë, ku sheqeri është kripa. Krip më shumë, sheqer më pak. Dhe kur bëjmë të ëmblat, ndodh kripa që është më e pak. Kam vendosur maja. Nëse ju nuk keni maja, do vendosni uthull më shumë dhe vaj më pak. Tek majaja, kur është majaja e thatë, kërkon 60 minuta, 50-60 minuta kërkon diku aty, sepse është aktivizimi më i mëvonshëm. Dhe kur majaja është e butë, normalisht që kërkon pak minuta, diku te 7-8 minuta kërkon dhe aktivizohet. Unë nuk do ta bëj bukë dhe prandaj e kam vendosur me maja të thatë. I zhvendos. Do të hapim tani kulaçkat, të cilat janë zhytur në vaj. Patjetër. Me një membran. Që pjesa e sipërme mos të thahet. Në këtë mënyrë duke ardhur, duke qenë një brum i butë, i ardhur mirë, i bushuar, i qetë, po ashtu dhe zhytja në vaj e bën shumë të lehtë që të hapen petët. Ne kemi 8 kulaçka për një tepsi familjare të sobës. Në t'i bëj hap kështu për së gjati që të bësh atë mbështjelljen, mbushjen me qep të njoma dhe me djath nape. Atëherë, pa afroj dhe
vendosjen, që ti vendosin njëra pas tjetrës. Do që ndrojnë. Do t'i lëmë përsëri të qetësohen, të aktivizohet edhe një herë brumi me maja, dhe më pas do t'i vendosim për t'u pjekur, do t'i lyejmë edhe me të verdhën e vezës për të marrë atë ngjyrën e kuqeremt, të artë edhe të zhëndritshme, që ja jep efekti po të doni, ja, bëjnë edhe role, si të doni ju, nuk është problemi që. Të formë, për ata që nuk e duan ato aromën e pjekjes së të verdhës së vezës, pak uthull kemi treguar më përpara, tek e verdha e vezës dhe eliminohet dhe aroma e saj. Bëjmë një përsëritje, një përmbledhje tani, Albana po vazhdon me byreçkën e tretë, të mbushur me qep të njoma dhe me djath, ndërsa unë do t'ju ndihmoj për t'i bërë një përmbledhje recetës tonë. Çfarë po gatuajmë? Byrek i shtrirë me dorë, 500 gram miell për bazën e brumit, një lugë gjelle maja e thatë, një lugë çaj sheqer, një lugë çaj krip dhe ujë të vakët, një gotë e gjysmë, 250 apo 300 ml ujë, 3 lugë gjelle vaj, djath i bardh ose djath pice, çfarë djathi ju përdorni në shtëpinë tuaj, 100 gram gjallë pishkrir ose vaj, një e verdhë veze për lyerjen e sipërme siç e shpjegova dhe fara susami sipas dëshirës. I jep një aromë shumë të mirë kur ato piqen, plus që ashtojnë edhe vlerat, plus që ndihmojnë edhe në tretjen më të mirë të byreçkave. Mos u shqetësoni dhe nëse hapet brumi. Se normalisht që kërkon Tani që u punua, u trazua pak, e ka dhe më kollaj për tu rjardur. Se ka bërë 60 minutin. Absolutisht. As 30 s'ka bërë. Do të vishin në 6 këtu që të merresh me zënjen, me sistemimin e produkteve, që është një punë e përditshme, jo për t'ju treguar se shisa punojmë ne, por gjithçka është në funksion të dobis më të madhe ose të qëllimit më të madh që ne kemi, të motivimit që kemi qeni ju, dhe aq më tepër kur dëgjojmë prej jush që ju pëlqejnë recetat, jeni të vëmendshme, i gatuani ato me përpikmëri, i mbani mend shumë mirë se si dhe çfarë receta sillen çdo ditë. Kjo e bën më të lehtë punën para përgatitore dhe qëllimin në ekran. E mbledhim. Janë të holla petët. Mos u shqetësoni fare nëse ja hapen këto, absolutisht jo. Pra, bëjmë formën e kërmillit. Edhe kështu po të dorë, ta bëjmë, edhe kështu. Bilas, ja, zjatë të akoma dhe. Ndërkohë me vezë do t'i luajmë pak më vonë apo direkt tani se të mbarojmë? Rinë edhe. T'i lëmë të qëndrojnë edhe pak, sepse, siç e tham, na duhen që t'jenë të shkrifta në fund fare. Hapen tilla. Sa më shumë të qëndrojë, shikoni, pra peta e parë ishte më e vështirë. Jo hapja për shembull kështu? Është shumë komode, se nuk përdorim edhe shumë miell në vazhdim kur duam të hapim edhe petët e mëdha. E ruajmë normalisht sepse nuk është vaj që do gatuajmë me atë, ajo është thjesht si një shtrat që vendosëm kulaçkat dhe riciklohet, ripërdoret sepse nuk ka kaluar fare në proces termik. Edhe vaj që kalon proces termik kur ne skuqim speca, patate apo diçka tjetër, e ripërdorim për herë të dytë. Po të duam, ne bëjmë edhe kështu. Kjo sikur e shtrëngon më mirë mbushjen. Si të dëshironi ju, prandaj dhe unë jap dy variantet. Ja dhe e fundit. E kam xhan. E hap në një, sikur e punon, i jep më tepër butësi petës, brumit, kur e punon dhe hap me dorë. Ja, mbaron. E gjithë kjo mas. Ja dhe e fundit. Lë paksa të vinë edhe unë sa të laj duart.
8 të tilla, do t'i vendosim të pushojnë edhe pak, se është shumë i rëndësishëm ky proces, jo direkt për t'u pjekur. Do të piqen, do të kenë farat e susamit, do të kenë edhe të verdhën e vezës, dhe gati për t'i shijuar. Mund t'i shijoni kështu siç janë, pastaj mund të shoqëroni edhe gatime të tjera në bëhet me mish të brirë, me patate, me spinaq, me gjithçka, me djathë të shkrirë, pice. Siç na frymëzove dje me atë pankekun e madh, që unë e përgatita dhe çfarë nuk i hodha tjetër brenda, e përdora gjizme përzilok, me avokado, gjithashtu e bëra mbushje. Visi të falenderoj që edhe idenë e pjesës së dytë. Nuk ishte vetëm ideja. Ishte edhe copër më të madhe dje. Po. Atëherë, opa, i largoj të gjitha dhe më duhet vetëm e verdha e vezës. Nuk i pengon për t'u aktivizuar përsëri, kështu që një çikë skrip, e do një çik krip. Në forçën e kemi aty dhe i lyejm. Kur ne shohim në fkura buke ato bukët, kulaçët apo byrekët në atë ngjyrën e kuqeremt të zhndritshme. Është e verdha, kurse tek buka e lepurushit është e bardha. Që e pa të shkëlqimin. Po. Ja ku. Se i kam lëngë shumë. Shtet janë prapë. Ka, si do që ta çoj. Si do që t'i lëviz të shtet janë, 8 copë. Në çift shkoj gjithmonë. Tani një person mund të konsumoj 1 apo 2 të tilla. 2 se janë të vogla. Unë e kam hak 3 këtu. Një person, thash. Shiko çfarë ngjyre jemi, shiko. Dhe kur ndalemi te veza, e dini shumë mirë. Vezët kanë të ngjyrën e flakt të kuqeremt, që tregon për cilësinë e saj, se është veza ovital, që vjen nga kullotat e pulave në natyrë, dhe një pulë që ushqehet në natyrë sigurisht që prodhon një vezë më të shëndetshme, të pasur me vitamina, me proteina, omega 3, gjithashtu shumë e shijshme dhe kur e përdorni pastaj dallohet cilësia e saj që nga lëvozhga, që nga konsistenca e të verdhës, se sa e fortë është ajo, e cila nuk është përbëhet direkt kur ti e çan. Vin këto paketimet familjare, shumë të mira që Ovital ka menduar për vezët e kuqe 15 copë, siç është ky paketimi i madh, paketimi po aq i madh me 15 vezë të bardha sipas nevojave dhe antarëve që u keni në familje, mirë është që të përdoret patjetër se është e shëndetshme. Ka proteina dhe vitamis me një vezë Ovital. Kjo është lyerja që i bëm tani të gjitha byreçkave. Po i lëm edhe pak, sepse kemi atë shkëputjen tonë të mesazhit promocional dhe shtoj susamin sipër. Dhe nuk ka dallim nga një furr pjekjeje, nga një furr buke. Nuk ka dallim. Susami gjatë pjekjes do të japi atë aromën e duhur. I lëm, nuk i vendosim direkt, nuk i vendosim direkt. I lëm sërish që të aktivizohet majaja. Po. Burim fibrash, proteinash bimore, shumë të rëndësishme për shëndetin, për të ndërtuar muskuj dhe trup të fortë. Një përmbledhje e 2 prej përbërësve kryesor që kanë farat e susamit, kanë hekur gjithashtu, mund ta përdori në mënyrë të përditshme duke integruar në gatime ose duke konsumuar ashtu siç është. Mua m'pëlqen ta konsumoj kështu me lug, siç janë farat. Dhe aty ku konsumoj me lug, ne vendosim furrën në sa? Unë e ka vendosur në 220 gradë, edhe ne aq do ta vendosim. Aq do ta lë dhe rikthemi, me të rikthyer, nuk do humbasim më tepër kohë, po do t'i vendosim këto byreçkat për t'u pjekur në furrën tonë të parangrohur. Kundër e shpjeguam, base në kushtet tuaja të shtëpisë, mund ta vendosni të qëndroj edhe më tepër për t'u aktivizuar më mirë brumi, uran çik ekstremër, e shikojmë pastaj, nuk dikon tek pjekja, lëngun, edhe të heqemi. Ja, kanë marrë atë ngjyrën sepse
Po, morën edhe pak më tepër, do na dalin arapka. Ju e patë që ishin shumë të holla, nuk ishte shumë brumë në tokë, kështu që edhe pjekja është në pak minuta, po e lë këtu, dhe do t'i vendos më pas në një dras në base, që të kullojnë. Janë të mbushura me djath dhe me bishta qepësh. Një brumi ardhur, janë të buta, të shkrifta, edhe shumë të shishme, me susam të spërkatura dhe me të lyra me të verdhën e vezës, si gatuam në pjesën e parë për ambisat që nuk e ndojshën, kemi ndojnë dras të lirë, pas ta e vendosi. Tëftohen, sepse hiqen shumë kollaj, pa kanë dalë, se magnifik. Shumë të mira kanë dalë, ose do të vendos në një pjatë më pas, po tëftohen, dhe i lëmë në tryezën tonë. I përgatisni dhe i shijoni të ngrohta për mëngjes, i përgatisni e zini brumin pse jo dhe që në darkë, ai nuk prishet, dhe në mëngjes thjesht bëni atë mbushjen. Ta, vendosim tani se këto filluan edhe të tohen. Njësa të shkrifta janë, unë ta hapim ndonjërën që ta tregojmë. Të buta, të shkrifta, dhe vazhdojnë të djegin. Po të vazhdojnë se sa u hoqën. Për kë e me urate, për këto? Ti vendos këto aty? Apo se more për këtë? Okej. Kujdes se duar tona tani janë mësuar që kanë fituar imunitet. Ja, super. Imagjinoni tani t'ju vi kjo të pasat, aty ku jeni, kështu e ngrohtë si që është, dhe ta konsumoni dhe ne e shtym se kemi punë aty tek tavolina aty. Çfarë tha atë poja? Që kur të vish, mos më detyro të vitet ta sjell atje direkt. I kemi lënë për pak më vonë. Një për mua, një për Niki, një për Visi, një për Glori, një për Gabri, një për Adin, po. Kemi dhe të shporë të tjerë. Këto të ti mbaj matër, këto. Jo pas ka vënë dhe emër, unë të paktën... Po. Jo e thyeva ti, me në thyeva e kam gati, lash të ftohet.